Pasha Allahun, ai i cili s'interesohet për muslimanët është munafik. Pasha Allahun, ai i cili nuk sakrifikon për muslimanët, ai është munafik. Ai i cili nuk interesohet për gajlen e muslimanëve, ai është munafik. Dhe s'ka të bëjë me Ramazanin. Prandaj, ai njeri i cili han iftar, vallahi, e që se mendon kushin e vet, dhe vllahun e vet, edhe tjerë për rreth, ai nuk e ka kuptuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, as Abu Bekr as-Siddiqun, as Umar ibn Khattabin, as Uthmanin as-Ali. As nuk ka kuptuar kur gjë për fesë Allahut. Prandaj, muaj Ramazanit është shpërndarja e sadakas. Muaj Ramazanit është shpërndarja e buzëqeshjes. Shpërndarja e dashurisë dhe thash, pasha Allahun dil në xhami veç mi pa musliman. Ti i gjej disa njerëz subhanallah, mas namazit, thonë, a vini ju marrin, a çka u bojnë? Jo vallahi na kena merrë në xhami. Muslimani rrinë për xhamies. Edhe për hit Allahut, jo për mizevirllëk, jo për inat, jo për zili, për mi dash muslimanët, për mi përçafu muslimanët, për mi u fol për hit Allahut, sepse është pjesë e ibadetit. Prej momentit që del prej shtëpisë me shku në xhami, prej momentit që merr abdes, prej momentit që merr bisfak, prej momentit që ti merresh me parfum, deri në momentin që e përçafon një vëlla dhe i fol për hir të Allahut dhe nuk i marroshet, nuk shtiresh para atij. Kjo është ajo çka duhet në këtë muaj. Alhamdulillahi rabbil alamin.